nën e birë, kanë humbur jetën për shkak të zjarrit. Nga hetimet paraprake është vërejtur se shkak për rënien e zjarrit dhe për hapjen e tij dhe për asfiksimin e dy personave që humbën jetën ka qenë pikërisht soba me dru. Për shkak të shkëndijave që janë prapur aty afër dhe zjarri është prapur menjëherë. Kjo ka qenë ajo që është vërejtur pikë së pari nga hetimet paraprake, megjithatë hetimet do të vazhdojnë për të zbuluar më saktësisht se si ka qenë historia ose piknisja e kësaj tragjedie që me të vërtet ka tronditur jo vetëm banorët e lagjes, por të gjithë juglindjen, sepse bëhet fjalë për një familje e cila ishte në nevojë, siç e thash, ka marrë mbështetje edhe nga bashkia Erpasere, por edhe nga banorët e lagjes që ndihmonin qoftë me ushqime, qoftë me veshmbathje, një nën që kujdesej për fëmijët e saj, sepse ajo nuk punonte, vetëm bashorti punonte, dhe është një tragjedi që i ka tronditur të gjithë. Aq më tepër që kjo histori e zjarreve thuajse përsëritet Erpasere